Mirëmëngjesi shikues të #Gjesit, mirë se po takojmë edhe këtë të martë në rubrikën Shneta. Sot ftuar kam doktoreshën Arta Kamberi, radiologe në Spitalin Amerikan 1, me të cilën do të flasim për benefitet e MRI-së së plotë të trupit për zbulimin e hershëm të sëmundjeve. Mirëmëngjesi doktoresh, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Doktoresh, a na tregoni fillimisht se çka është MRI-ja e plotë e trupit edhe për çka bëhet zakonisht? Rezonanca e tërë trupit është metodë ekzaminim radiologjik i avancuar, i cili punon në bazë të valeve elektromagnetike, të cilët përçojnë një imazh të detajuar të gjithë trupit. Zakonisht përdoret për të parë sëmundjet në fazat e hershme, si për shembull sëmundjet e kancerit, ndryshim inflamacionet e ndryshme në organizëm, po ashtu anomalit kongenitale si dhe ndryshimet në organet e ndryshme të trupit. Po. Doktoresh, po çka dallon rezonanca magnetike prej për shembull tazemit CT-s ose analizave të zakonshme? Cilat janë pra përparësitë e rezonancës magnetike? Avantazhi kryesor i rezonancës magnetike i tërë trupit është sepse nuk përdor rreze ionizuese sikur që përdor CT-ja e trupit. Kështu që ky është avantazhi kryesor. Mund të vren shumë mirë edhe ndryshimet shumë më herë më mirë se sa CT-ja në aspektin e kokës trurit, sepse janë indet e buta të cilet vizualizohen shumë më mirë se sa CT-ja, po ashtu mund të shohim edhe indet e buta të qafës, të toraksit, mediastenit, pjesës abdomenit, pelvikut, ekstremiteteve të ndryshme të trupit, kështu që është më i detajuar dhe ekzaminimi më i avancuar i mundshëm në mjeksi. Po, kur rekomandohet me bo një rezonancë magnetike, doktoresh? A ndodhet edhe veç në rastet kur kemi simptoma ose dyshojmë për diçka, apo ka edhe, ta themi, kontrole parandaluese që mundemi me bo një rezonancë magnetike? Jo, detyrimisht rekomandohet zakonisht kur janë pacientët që dihen me një diagnozë tamam fikse, po rekomandohet edhe për pacientat të cilat nuk kanë simptoma, sepse dihet që sëmundjet, sidomos kanceri në fazat fillestare nuk ka simptoma. Kështu që ekzaminimet radiologjike, sidomos rezonanca magnetike, jep informacione shtesë në fazat fillestare të sëmundjes, kështu që zakonisht ne po mundohemi me promovu që sa më shumë të parandalojmë dhe të arrijmë ta zbulojmë sëmundjen në fazën e hershme që të jetë trajtimi më i thjeshtë. Po. Në ekran ndërkohë, derisa po flasim, po transmetohen edhe disa pamje të MRI-s në Spitalin Amerikan. Nuk po e di saktësisht për çfarë rasti bëhet fjalë, nëse po di a mund me i pa edhe me atribuar. Për momentin këtu është një ekzaminim radiologjik me CT, duke u kryer me CT është. Me CT kjo për momentin është me CT, mirë po edhe fillimisht ke edhe imazhi i rezonancës të kokës duke konsultuar bashkë me mjekun neurolog. Ja, këto janë imazhet, të cilët po diskutojmë lidhje me imazhet e parenkimës së trurit, të cilët po mundohemi të vrejmë ndryshimet bashkë me mjekun neurolog. Po. Doktoresh, po a mundet me u bo rezonanca magnetike nëse një pacient ka implant metalik, pajisje ortopedike, apo edhe pajisje kardiake si pacemaker? Zakonisht, paraprakisht, pacienti kur vjen tek ne, e mbush një formular paraprakisht dhe diskutojmë rreth se a ka kryer ndonjëherë ndonjë intervenim. Po, kohëve të fundit, këto pajisjet, implantet metalike, 10 vitet e fundit janë me material të cilin e toleron rezonanca magnetike, po për pacemaker akoma nuk duhet të kryejnë pacientat të cilët kanë pacemaker të vendosur ose valvula në zemër. Po të gratë shtatzana dhe të fëmijët, a mund të bëhet MRI-ja? Rezonanca magnetike normalisht të gjithë grup moshat mund të kryet, sidomos edhe tek fëmijët nuk kanë ndonjë farë kontraindikacione ose efekt ansor, sepse është me rrezatim ionizues nuk ka, kështu që as nuk kemi ndonjë lëndë të cila kontrastit të cili duhet të shihet pjesa veshkëve, a janë funksionale ose jo, që është shumë i sigurt edhe për fëmijët të kryen në të gjitha moshat. Normalisht rekomandohet përderisa ka ndonjë anamnezë paraprakisht me pacientin nga mjeku ordinues i cili është duke e parë, nëse rekomandon rezonancën magnetike të kryet pa problem dhe pa asnjë efekt ansor,
po ashtu edhe të gratë shtatzane mund të kryet rezonanca magnetike, sidomos gjatë tremujorit parë të shtatzanis nuk rekomandohet, po ka disa ginekologë që rekomandojnë për të parë morfologjin e bebit nëse ka në farë anomali kongenitale ose diçka, për të bërë ekzaminime tamam duhura me rezonancë magnetike. Doktoresh, po sa ko merë interpretimi i rezultateve të rezonancës magnetike edhe a ka nevojë ndoshta për analizat specializume prej mjekëve të fushave të ndryshme? Në spitalin amerikan zakonisht nëse është rezonanca magnetike e një zone, atëherë kryet për 2 orë. Por nëse është e tërë trupit, rekomandohet të analizohet detajisht në mënyrë se cilën zonë, për shembull pjesën e kokës, toraksit, abdomenit, pelvikut, zgjatë deri 24 orë se duhet të analizohet detajisht çdo strukturë. Po, pra e pam edhe tek pamjet që kishit edhe në fillim me mjekun neurolog. Spitali Amerikan e ka një pako aktive që është për MRI-n, mundemi me pa edhe pas pak në ekran, po a ofron spitali një pako gjithë përfshirë se që të plotë të trupit edhe mandej edhe konsultat pasuse pas rezonancës magnetike. Normalisht rezonanca magnetike në vendet e zhvilluara si në Gjermani, Zvicër dhe në Angli rekomandohet bëhet një herë në vit, është bërë sikur tjetë screening, check-up i përgjithshëm i organizmit për të parë se sa të detektohet sa më hershëm smundjet e ndryshme. Spitali Amerikan e ka menduar ta ketë një pako, me një çmim simbolik për të parë të gjithë trupin, duke filluar nga koka, pjesa qafës, indeve të buta, shtyllës korrizore, toraksit, abdomenit, pelvikut. Në rezonancën e kokës zakonisht mund të vrejmë ndryshime për shembull të moshat e reja si që janë skleroza multiple, ndryshime demielizuse, të moshat pak më të shtyra, cilat janë hemoragjit, iskemit e ndryshme, aneurizmat e ndryshme të cilat nuk bëjnë zhurmë. Gjatë ekzaminimit me rezonancë magnetike mund t'i identifikojmë shumë mirë. Po ashtu, po fillojmë edhe pjesën t'i flas pak sipas sistemeve smundje të cilat mund të detektojmë me rezonancë magnetike, pjesa e qafës me indet e buta zakonisht, vreje nyjet limfatike, a janë me morfologji ovoidale reaktive apo janë patologjike, pjesa e toraksit zakonisht shifet me diasteni, shifet ndryshimet si për shembull limfomat, timomat, smundjet e ndryshme. Pastaj po vazhdojmë me pjesën e abdomen pelvikut, i cili është një ekzaminim i cili vizualizon shumë mirë organet, po ashtu edhe patologjit, bëndarjet në bazë kontrastimet, mund të vrejmë sepse a janë benign ose malign, që metodat ekzaminuese tjera nuk mund të arrijnë deri në këtë pikë, kështu që është një mundësi shumë e mirë. Në aspektin e mëlçisë për shembull, kemi kanjëherë dallime me bo mes metastazës apo ndonjë hemangiomës, rezonanca magnetike na qartëson rrugët biliare, intra ose ekstrahepatike, pjesën e pankreasit, tumorët e benign ose malign të pankreasit, pankreatiti akut, kronik, kështu që gjitha këto vizualizohen. Pjesa e shpnetkës, e cila mund vrehet splenomegalia, ndryshimet në shpnetkë, vazhdojmë pjesën e poshtë me veshkat, RCC-t e ndryshme, tumorët malign, benign të veshkave, po ashtu formacionet cistike, se aja mund të jenë me transformim malign. Pjesa tjetër mund vremi të pelviku në aspektin ginekologjik edhe urologjik, rezonanca magnetike gjen mundësin shumë përkryer për pjesën e tumoreve, sidomos pjesën për të parë se si është shpërndarja apo është ndonjë diferencim më ndryshe, pjesa fshikësës urinare vrehet shumë mirë ose tumorët, ndryshimet e prostatës gjen vrehet shumë mirë ndryshimet edhe në pjesën e prostatës. Pra, rezonanca magnetike është një ekzaminim goxha i thellë edhe i saktë. Shumë i saktë, edhe shumë i sigurt, edhe shumë i shpejt për të arritur deri te rezultati diagnoza e saktë. E më pas edhe trajtimi. Edhe trajtimi. Kështu që flasim pjesën e kësaj, kur vinë pacientët tek ne diagnostikohen, për shembull me një smundje, ne i rekomandojmë pastaj për me vazhdu pavarësi prej smundjeve, a është për te gastroenterologu, a është pjesa onkologjisë, pjesa ortopedisë ose pjesa e neurologjisë. Pastaj për të marrë trajtimin sa më shpejt që të jemi sa më efikas në smundje. Doktoresh, nëse nuk i diçka tjetër me shtu rreth ekzaminimeve me MRI, unë ju falenderoj shumë që ishit sot në rubrikën Shneta. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte imja.